Në fakt, është mbajt konkursi për specialistë të psikologjisë klinike. Në fakt, gjatë intervistës ne kemi shpreh dëshirat tona, ku do duhej që të vendoseshim. Normal që ka qenë edhe klinika onkologjisë njëra nga ato që unë kisha pas qef të isha, por nuk e kam ditur. Deri në momentin që nuk e kam nënshkruar kontratën, edhe më thënë të drejtën, në momentin kur e kam po aty, kur e kam nënshkruar kontratën që jam në klinikën e onkologjisë, normal që është një farlloj ndjesie ndryshe, sepse me ju thënë të drejtën, ndoshta ai momenti si sot më kujtohet, kur dola jashtë, ishte një ndjesi për vetë faktin që ndoshta sot po e shpreh publikisht, unë kam humbur edhe vllahun prej kancerit dhe kështu që ke një ndjesi shumë ndryshe, edhe aty thash kush më mirë se unë mund t'i kuptoj dhe t'i trajtoj ato pacientantë të familjes, sepse nganjëherë kur kalon një rrugtim të ngjashëm e kupton shumë më mirë sa është e rëndësishme mbështetja emocionale.